Nëse e prindi vetëm në Gjermani dhe prindi tjetër i fëmijës nuk paguan, nuk përgjigjet, jeton jashtë vendit ose nuk ekziston fare në jetën tuaj. Ndalo këtu, sepse kjo video vlen para reale për fëmijën tënd dhe shumica e prindërve nuk e din këtë. Gjermania ka një benefit shumë të rëndësishëm që quhet Unterhaltsvorschuss, që do të thotë se shteti paguan fëmijës tënd para. Çdo muaj edhe kur babai ose nëna nuk jep asnjë cent, nuk ka kontakt me fëmijën, nuk dihet ku ndodhet ose thjesht refuzon përgjegjësinë. Nuk ka rëndësi nëse keni qenë të martuar apo jo. Nuk ka rëndësi nëse nuk flisni fare me prindin tjetër dhe nuk ka rëndësi nëse ai ose ajo jeton jashtë Gjermanisë. E vetmja gjë që kërkohet është që fëmia të jetojë me ty dhe ti të bashkëpunosh me Jugendamt, sepse shteti fillimisht i jep parat fëmijës dhe më pas merret vetëm me prindin që nuk paguan. Shuma që mund të marrësh shkon deri në rreth 395 euro në muaj për çdo fëmijë. Dhe këto janë para ligjore që shumë prindër shqiptar po i humbin sepse mendojnë gabim që duhet patjetër të kenë kontakt me prindin tjetër ose të presin që ai të paguajë vetë. Kjo nuk është e vërtetë, sepse sistemi gjerman e vendos mirëqenien e fëmijës në radhë të parë dhe nuk e lë fëmijën pa mbështetje financiare. Nëse ky është rasti yt ose një ndonjë që po rrit fëmijën i vetëm dhe po e përballon gjithçka vetë, shkruaj në komente dhe unë do të tregoj hap pas hapi si të aplikosh, ku bëhet aplikimi dhe çfarë dokumentesh të duhen që ti marrësh këto para ligjërisht dhe pa probleme.